Kryedemokrati Sali Berisha akuzoi këtë të hënë ambasadorin e BE Silvio Gonzato për projekt ligjin për barazinë gjinore. Sipas Berishës, ai ka dhënë urdhër që të votohet në kuvend ky ligj. Sillet në emër direktivave të Bashkimit Evropian. Ekspert të shquar kanë pohuar se nga 10 direktiva të Bashkimit Evropian, në asnjërin prej tyre nuk flitet për përkatësi të shumë fish gjinore. Në asnjërin prej tyre nuk flitet për gjini me diversitet të gjërë, në diversitet të tyre. Një gazetar më tha se ambasadori Gonzato ka kërkuar votim në ligjit. I kërkoj të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë. Të nxjerrë cilat direktiv tu thot shqiptarëve se direktivat janë aty. Sepse ky ligj nuk ekziston, është hedhur poshtë, nuk ekziston në 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sepse ky ligj është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese franceze në vitin 2016. Sepse ky ligj de facto u mohon prindërve të drejtë e edukimit të fëmijëve të tyre të bazuar në dhuntin që u ka dhënë Zoti vajzë ose djalë, apo natyra për ata që nuk besojnë Zotin. Edhe ai ka patur historinë e tij familjare, ka bërë ndryshimin, ne respektojmë orientimin seksual të gjithë secilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. Kur për këtë? Pretendimeve të Berishës i është kundër përgjigjur komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos, e cila është shprehur përmes një postimi në rrjetin social X se ligji për barazinë gjinore nuk është kërkesë private e ambasadorit Silvio Gonzato, por është pjesë integrale e ligjit të Bashkimit Evropian. Kos e ka quajtur këtë një sulm të papranueshëm ndaj ambasadorit. Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi janë pjesë integrale e ligjit të Bashkimit Evropian. Përputhja me të është pjesë e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është një kërkesë private e ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm, ka shkruar ndër të tjera Marta Kos. Këtë të njëjtë, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë përfshirë në debate në kuvend për këtë projekt ligj.